Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Betohem në natën që e mbulon tiri, dhe ditën që agon, dhe që ka krijuar mashkullin dhe femrën. Me të vërtetë, veprat tuaja janë të ndryshme. Atij që jep përbamirës dhe ruhet prej gabimeve, dhe i cili dëshmon vërteton atë që është më e bukur besimin. Na, atij do t'i lehtësojmë rrugën e lumturisë xhenetit, kurse atij që është koprac dhe konsideron veten të pavarur nga Zoti, dhe e përgjigjëstron atë më të bukurën besimin. Na, atij do t'i lehtësojmë rrugën e rëndësishmëres. E kur të hedhet në varr, pasuria e tij nuk do t'i bën dobi. Neve na përket që ta tregojmë rrugën e drejtë. Dhe, me të vërtetë, e jona është ajo botë dhe kjo botë. Andaj unë ju kam tërhequr vërejtjen me zjarrin që ndizet, në të cilin do të hidhet vetëm më i keqi, i cili ka përgjigjëstruar dhe është larguar nga besimi, e do të jetë larg nga ai zjarri, ai që i duan Perëndis. Ai që ndan nga pasuria e tij, duke e pastruar veten nga të këqijat, e nuk e jep atë për t'ia kthyer ndokush, por vetëm që të fitojë kënaqësinë e Zotit të tij të lartë madhrueshëm. Dhe ai, me siguri, do të jetë i kënaqur.